dëshirojmë se ta dërgojmë mesazhin se me kurtin edhe me vetëvendosin gjatë këtyre 6 vjetëve të fundit, Kosova nga një terr energjetik që e kanë marrë, po ka lënë në terr politik. Ajo që e kemi tepër qartë është se mesazhi e simbolika e thëngjillit e çmyrit të Kosovës është se Kosova edhe matutje po flan mbi çmyr, po rryma nuk prodhohet këtu dhe dini që edhe një prej pikave kryesore të ofertës 6 pikëshe të aleancës lidhet me termocentralin e ri të Kosovës që duhet bëhet dhe është të qartë që gjatë këtyre vjetëve rreth 1 milion euro janë ble rrymë në Serbi e vende tjera e për kësaj ka përfitu askush tjetër përpas mafjas energjetike. Në kohët e fundit po shohim që punëtorët cilët e humbin jetën bashkë duke nxjerrë këtë çmyr për popullin e Kosovës dhe nuk ka përgjegjësi as politike as menaxheriale. E tash, nëse gjatë këtyre vjetëve ka përfitu mafia energjetike prej territ energjetik, kush po përfiton prej territ politik? Pra është i njëjti koncept. E kanë pas edhe e kanë mbajtur, e kanë mirëmbajtur, e kanë ushqyer terrin energjetik, tash kanë kalu në fazën tjetër që është terr politik. Pra terri politik është bllokimi i institucioneve, terri politik është pamundësimi që institucionet krijohen dhe që qytetarët të jetojnë e të gëzojnë një jetë më të mirë. Ky është aksion kësaj simbolik me simbolikën e thëngjillit, çmyrit, që është vlera jona nëntoksore e për cilën shumë pare po shkojnë në Serbi e në vende tjera, por asesi nuk po investohen në Kosovë. Aktivitetet e tilla simbolike do të vazhdojnë, ato do të rriten në numër e në aktivitet, por se mos harroni ju lutem që nga terri energjetik Kosova po hyn në terr politik për shkak të kurtit edhe të vetëvendosit. Se janë dy tema që duhet ndohen. E para sa i përket përgjegjësisë e ne e shprehim ngushëllimet tona gjithë punëtorëve që kanë humbur jetën duke punu për me na dhënë neve dritë qytetarëve të Kosovës, për këto duhet përgjegjësi politike e menaxheriale. Pra nuk mund të kalohet kjo temë sikur se s'ka ndodhur asgjë, sikur se ka ndodhur dikon jashtë Kosovës. Ajo është ndërmarrje publike, pra e shtetit, udhëheqet për njerëzve që i cakton qeveria edhe njerëzit e tyre, dhe përgjegjësia politike edhe menaxheriale është direkt këtu ku e kemi derdh edhe çmyrin si shenjë simbolike. Sa i përket termocentralit të ri edhe kapacitetet të reja, krejt çka po kërkon aleanca, e që është e vetmja që ka pas projekt edhe më herët, e i cili fatkeqësisht është ndërprer nga po këta pushtetar, është që burimet e Kosovës mu përdor, nuk ka nevojë Kosova me ble rrymë me miliarda në Serbi e në vende tjera, me met në terr energjetik, ndërsa burimet tona mas më përdor. E keni po, ma let e shesin çmyrin në Maqedoni e pastaj shkojnë e blenë rrymën shumë fish ma shtrejt, se sa që këtë çmyr me përdor për prodhim vendor edhe Kosova mu pavarësu në aspektin energjetik. Ne si aleancë përfaqësojmë qytetarët, përfaqësojmë kërkesën e interesin e tyre. Mesazhi themelor i këtij aksioni simbolik është me tregu që na e kuptojmë saktë e me detaje se plani i këtyre pushtetarëve uzurpues është nga terri energjetik me kthy në terr politik. E për këto edhe do të vazhdojmë aktivitetet, edhe me një moment caktuar do ta kërkojmë mbështetjen e qytetarëve për këto aktivitete.